Normalisht unë nuk pres që asnjë pushtet me qenë ndoshta kështu në raportet mira me media, që në momentin që janë në raportet mira i bjen që dikun jemi të gabu, nuk jemi të e bu punën qysh dohet. Por megjithatë nuk pres gjithashtu që pushteti me skalu me një gjuhë tepër të rëndë ndaj gazetarëve. Domethënë na e patëm rastin jo më lart se 2 javë, kur një person me fuqi publike, antar i vetëvendosjes në KQZ, eskalon me një gjuhë tepër të rëndë, domethënë i quhen gazetarët vrasës me pagesë, e quhen OGK në aleancë grupeve kriminale, çka realisht është shqetësuese ndoshta nëse e kish thonë edhe një qytetar i rëndëmt pa një edukim të nivelit të lartë, e lëremën një person që është i zgjedhur prej partisë në pushtet. Ndoshta dikush mundet me thonë që nuk pajtohem ose distancohet me një formë se ju, por përderisa nuk ka veprim që personave të tillë mos t'ju jepet kjo hapësirë publike dhe ata të shfrytëzojnë platformat institucionale, domethënë edhe ambientet e KQZ-s, që janë ambiente domethënë që do duhet me qenë llogaridhënëse ndaj qytetarëve me i sulmu gazetarët, unë nuk besoj që ky pushtet e ka për ne me distancimin nga kjo gjuhë që përdoret. Realisht qëllimi pse bëhet kjo, unë mendoj që është dhe ka qenë mjaft i qartë, synohet me u kriju një ambient në të cilin çkado që raportojnë gazetarët, qytetarët mos me ju besu. Domethënë kemi raportuar raste edhe kur kemi pas edhe video incizime e fotografi ose diçka që nuk mundet as me u demantu as me u mohu. Në anën tjetër ti sheh komente të militantëve të partisë pushtet që i thonë rran ose shpifi ose propagandë, sepse te një pjesë e qytetarëve ka arrit me u ngulit kështu në kry që mediat janë nën shërbim të armikut. Domethënë është pak shqetësuese se qysh sot gazetarët shihen si aleat të Serbisë, se qysh quhen si tradhtar, e në anën tjetër janë pikërisht njëjtë gazetarë me cilë partia në pushtet so ka qenë në opozit, po e quajnë thojza i ka pas partner të kryesor, domethënë pas çdo raportimit mediave, lëvizjeve të vendosje ka ftu konferencë për media, edhe i ka ngrit shqetësimet që na gazetarët i kena raportu në media të ndryshme. Tash ne jemi pothuajse të njëjtë, ndoshta vetë sa ka filluar edhe me u reformu një pjesë e gjeneratës edhe ma të gazetarëve, edhe besoj që është shqetësuese që kemi arrit në nivelin kur dikush mundet për një me menu që shumica e gazetarëve në Kosovë i shërbejnë Serbisë, edhe këto mas mire dëshmojnë edhe raportet ndërkombëtare. Bazuar në raporte jena ma keq se të gjitha vendet e rajonit, mbase dikujna mundet me ju duke pa besueshme që jena ma keq se Serbia, edhe thojnë jo se ju mundi me thonë ç'a dëni, por raporti për shembull i reporterëve pa kufi nuk e mot çka gazetarët mundin me thonë, po cili është efekti në publik edhe tek pushteti në këtë rast i asoj që e thojnë, ne e dim cili është efekti. Çka do që të bësh publike një skandal, një aferë, dihet gjua që përdoret ndaj mediave. Ku më njerë dalin qeveritarët edhe thojnë që rrogat këtë mujtë si kanë marrë gazetarët në euro, për i kanë marrë në dinar. Veç nuk përdi ku përshluajnë që të pare, betim, domethënë unë si jem të i pa. Faleminderit, zonja Hoxhaj, edhe ju keni ulëmtu fenomenet të ndryshme që janë zhvillu në heshtje dhe larg syve të publikut. Për me bo një gazetari që është ulëmtuese, ka sfida të shumta. Sa është e vështirë në këtë ambient për cilin foli edhe zoti Beha, që me hulumtu një temë edhe me arrit deri te informacionet, po edhe me i sfidu përgjegjësit kryesor në proces të hulumtimit. E tha dhe Besjani që po përballemi realisht me një gjuhë që e ka te kalu secilin kufe nga pushteti që ka qenë, mirë po sa i përket hulumtimeve, mendoj që është sfiduese me arrit deri te një hulumtim cilësor. Normalisht na pa qytetarët cilët na informojnë vazhdimisht nuk shëmujt me arrit këto hulumtime, por pastaj e sheh që ka fenomene të tilla të cilat zhvillohen totalisht në heshtje, për të cilat nuk janë të njohuri as institucionet, as prindrit, as shkollat, as institucionet e sigurisë edhe ato të drejtësisë. Në hulumtimin tim, nëse mundem me fol tash specifikisht, ka pasur të bëj me disa aktivitete që fëmijët i kanë zhvilluar në rrjetin social Snapchat. Domethënë ata kanë kriju grupe të njohura si Share Storyt, ku në secilin grup janë rreth 500 anëtar, dhe në këto grupe, të cilat janë me qindra në gjithë Kosovën, ata në vazhdimsi publikojnë armë, narkotik dhe glorifikojnë dhunën. Kur i kemi pyetur krijuesit e grupeve se cili ka qenë qëllimi i këtyre grupeve, ata janë përgjigj për të menduar për përditshmërinë e tyre. Pra, nëse shohim përditshmërinë e tyre, përditshmëria e tyre është arma, rrahjet dhe narkotiku. Normalisht ky fenomen po zhvillohej larg syrit të gjithëve. Prindrit nuk kanë qenë njohurisë se çfarë bëjnë fëmijët e tyre në rrjetet sociale.
Po ashtu as policia e prokuroria nuk e kanë ditur që ekzistojnë këto grupe. Fillimisht kur kemi marrë informatën, kemi arrit me kam pjesë veç disa grupeve në rajon të Mitrovicës dhe pas publikimit të grupit të hulumtimit të parë, na kanë shkruajtur shumë fëmijë edhe adoleshent vet, ku kanë treguar që ata janë pjesë e grupeve të tilla në gjithë Kosovën realisht. Edhe kemi pa që nuk janë 10 grupe ndoshta vetëm në një rajon, por janë 100 grupe në gjithë Kosovën. Pas kësajna normalisht ka pësu me arrestime, sekuestrim të armëve, narkotikëve. Në jetën kohë është ngrit kjo çështje edhe në nivel prokurorësh, shkolla, se çka duhet me marr hapa tutje. Sigurisht sfidë ka qenë fillimisht me qenë pjesë e grupeve, me qenë se të miturit që postojnë armë të tilla din me qenë edhe me pas edhe një gjuhë kërcënuese edhe me të shajt nështë në komente ose me të shkujt mesazhe, por e rëndësishme përtej kësaj, përtej këtyre kërcënimeve është me pas efektin e hulumtimi. Në këtë rast, prokuroria ka arrit me identifiku disa për grupeve, ka bo disa arrestime, të jetën kohë tash zyra për qeverisjet mirë po punon edhe në strategjinë për fëmijët me përfshi edhe këtë pjesën e rreziqeve online që përballen fëmijët, domethënë online, sulmet kibernetike, tash kemi edhe një avancim të jashtëzakonshëm të inteligjencës artificiale, po gjitha këto ka me qenë sfidë të ardhmen me edhe me hulumtu për një të nko edhe prej janë institucioneve ka me qenë sfidë normalisht me identifiku. Ajo që është rëndësishme është që institucionet me qenë ma vigilent edhe me bëtë tham një farë patrullimi online se që ka ndonë në internet. Kemi po shpeshherë vepra penale që kryen drejt për drejt në TikTok, kemi persona që shfaqen me armë, ose kemi pas edhe një rast të miturit ku është shtrajtu dhe më thonë fizikisht me një online në TikTok, kështu që gjitha këto menoj që policia, prokuroria po dhe gjykata do të mi pas parasysh edhe me kanë ma vigilent. Normalisht është sfidë, por kjo bëhet edhe në bashkëpunim me qytetarët, cilët për kundër sulmeve në qaj që i marrin për ditë, qytetarët në fundit ditës për hallin e vetë, adresën e fundit nështë e kanë median edhe gazetarët. Kur jemi të rastet konkrete, zotëri Beja, reportazhi yt për sulmin racist ndaj një të miturit nga komuniteti Ashkali kanë gjallë reagime të shumta të institucioneve. A është kjo edhe një dëshmi që pavarësisht sfidave të shumta, kur bëhet një punë e mirë, lëviz gjithçka dhe lëviz edhe institucionet që thjesht mund të arrijet ndryshimi? Pushtetit i pëlqejnë raportimet veç kur ata nuk janë subjekt po ndokur. Domethënë ky është problemi. Storia jam për sulmin ndaj 15 vjeçarit futbollistit që i përket komunitetit Ashkali, 2 ditë domethënë ka qenë heshtje. Nuk ka reagu pavarësisht që kanë qenë raportet e klubit, reagimet e klubit, domethënë për 2 ditë nuk ka pas asnjë reagim. Në momentin kur është publiku storia jam në ditën e tretë, duke qenë që nuk jam kështu gazetari profilizuar në sport, po që nuk kam mujt me leju me te kalu si ngjarje pa e marrë dhe pa e raportu, sepse edhe ajo në thelb është një farë padrejtësie që i bëhet një grupi që jetojnë në vendin tonë. Domethënë aty kanë shpërthyer reagimet edhe normalisht kam qenë shumë i lumtur me reagimin të policisë, prokurorisë, më pas deri te presidenti Vjosa Osmani kanë mbërri reagimet e ministra e deputet. Domethënë po ajo që ka vlerësoj të rëndësishme është që këta bartës të institucioneve duhet me punu çdo ditë, që mos me ndiku, që shoqënia me kanë polarizuar, që shoqënia mos me kanë raciste, që mos me ofendu e sulmu dikën veç pse kanë një ngjyrë tjetër ndoshta të trupit, veç pse flet një gjuhë tjetër. E unë mendoj që se kjo ndërlidhet pas një diskutim edhe me gjuhën që përdoret në publik. Mendoj që gjuha që përdoret çdo ditë është absolutisht një farë cytje, një farë shtyse ndaj njerëzve, që edhe më të shkru privatisht, edhe më të shoh privatisht, edhe nesër dikush edhe më të godite, më të sulmu, ndoshta kur të sheh, veç pse puna jote nuk i ka pëlqyer pushtetit. Po unë besoj që pushteti duhet me reagu njëjtë edhe kur ata janë subjekti i raportimeve. Duhet me kuptu që mediat nuk kanë diçka personale me pushtetin, mediat raportojnë për gjëra që kanë interes publik, edhe në momentin që këtë pranojnë edhe kuptojnë, unë mendoj që çdo gjë tani është pak më e lehtë,